Bën namin në për dasma. Kënga motrës njerë, e shtrejnë a ime, se nuk e këndoj dë, motre a ime, se do lë namë, dhe jam të merë, Greta. Po më përqenë, aj shumë zë mos për këka motër, si lindi kjo dhe, e kishte të qëllimshme, e dije që do kishte këtë impact tek njerëzit? Unë këngën për ata që nuk e dine kam bërë vetë, tekst muzik, dhe ajo këngë është bërë për, mund të them 7 minuta. Po. Ndo njerë unë, se tani kohët e fundit kam njësur t'i bëj, të gjitha këngët e fundit janë pothuaj se kompozimi imi dhe i shkruaj vetë me tekste me gjitha, po për atë këngë doja diçka më të ndjera, Olona, të gjeja një temë që t'ishte më e madhe se sa thjesht të dua më do, më harrove, pra gjëra tjera që ne i kemi bërë, pa tjetër janë të bukra, doja një gjë tjetër. Aso kohë mbaj mend Eni ka qenë shtatzan me vajzën, sigurisht unë isha më e ndjeshme, si isha bërë nënd vetë me zi e prisja. Edhe u kriju, të thash, në 7 minuta. Jam ngritur pasaj, sepse kur e kam krijuar këngën u shtriva, demek për të fjetur, pa si shaf. E kisha mendjen për të shkruajtur diçka, dhe jam ngritur i pari person që ja kam treguar ishte babi. Çfarë tha? E pëlqeu me njëri, që ka shumë e bukur ta. Dhe kështu u bë. Pa tjetër që unë e dija që kisha një material të bukur, se njeriu ka ndjeshmëri. Unë mendoj që publiku është shumë i ndjeshëm dhe shumë i zgjuar të kuptoj një gjë të bukur. E dija që ishte një këngë e mirë, një material i mirë, po nuk ma merrte mendja që do shpërthente aq shumë sa shpërthet. Nuk e prisje që do ishte kaq. Po, aq jo.